Mirëmbrëma dhe përshëndetje. Unë jam Mesut Shabani, në podcastin Mesut Shabani. Miqtë mi, data është 13, muaj është 7, viti 2026 e hënë. Gjithë ditën jemi në prag të mesnatës. Ka vluar sot në atë që quhet ku duhet të dëgjohet zëri i popullit në komunë dhe zëri i popullit në Parlamentin e Republikës së Maqedonisë. Pra në Këshillin Komunal dhe në Parlamentin e Republikës së Maqedonisë. Ka pasur për pak në Konventin Komunal përplasje, për pak, por në të vërtetë pati përplasje në atë që quhet Parlamenti i Republikës së Maqedonisë, ku aty mlidhen të votuarit e popullatës nga Republika e Maqedonisë së Veriut dhe përfaqësojnë zërat e tyre. Duke thënë më vonë të di këtyre gjë, do ndalem pak në një çështje tjetër. Pra, ka vluar. Dhe shqiptarët në Maqedoni, kushdo që të mbrojë tash atje, do duket sikur është ëndër. Dini pse? Sepse BDI-ja ka një bagazh mjaft të rëndë. 22 vite pushtet dhe shumë çka la për gjysmë, shumë çka thonë Tetov është i prallë gjysmë gjel. Mirë po, atë që e vazhdoi Vleni është edhe më keq. Ja jemi në vitin e 3 të punës të Vlenit. Do bëhet rikonstruimi i qeverisë, edhe nuk ka kaluar propozimi, nuk ka asnjë informatë. Dhe dikthehemi pra edhe Bilal Kasanit pak më vonë. Unë do mbahem pak si mençur, ju dini se mbahem i mençur. Kulturë e përgjithshme për ministrat e Vlenit, pra për Jeton Shasivarin, Sedat Sulejmanin, Agon Feratit. Ata sonte emrohen në poste, nuk zgjedhen. Pra, emrohen. Dallimi për ta në nacione, për atë them edhe kulturë e përgjithshme. Janë dy nacione të ndryshme. Si në gjuhën e përditshme, ashtu edhe në të drejtën kushtetuese dhe administrative. Zgjedhja nuk kupton që një person zgjidhet me votim nga një organ ose nga qytetarët, për shembull deputetët, kryetarët e komunave ose presidenti zgjidhen në zgjedhje. Ndërsa emrimi, që tash është rasti me ministrat, nuk kupton që një autoritet kompetent, pra qeveria, cakton një person në një funksion me vendim pa proces zgjedhor. Për shembull, ministrat, ambasadorët ose drejtorët e shumë institucione emërohen. Pra, juridikisht këto nuk janë sinonime. Për shembull, kryetari i komunës zgjidhet nga qytetarët. Ministri i drejtësisë, kësaj radhe Jeton Shasivari, emërohet sipas procedurës së parashikuar me kushtetutë dhe ligj. Prandaj, nëse një ligj përdor termin zgjedhje, ai nuk mund të zëvendësohet automatikisht me termin emrim, përveç nëse vetë ligji e parashikon shprehimisht një gjë të tillë. Në të drejtën publike, këto terma kanë pasojë të ndryshme juridike, por në përgjithësi kjo është e saktë, por varet nga funksioni dhe nga ligji i përkatës. Emrimi është akt me cilin organi kompetent cakton një person në një funksion. Në shumë raste nuk bëhet me konkurs publik, sidomos në funksione politike ose të besimi, për shembull ministrat, zëvendësministra, ambasador. Ndërsa konkursi publik është procedurë për zgjedhjen e kandidatëve për vende pune ose funksione për cilët ligji kërkon konkurrim të hapur. Pas konkursit, organi kompetent mund të bëjë emërimin e kandidatit e përzgjedhur. Pra, konkursi dhe emërimi nuk janë e njëjta gjë. Konkursi është procedurë për zgjedhje, ndërsa emërimi është vendimi përfundimtar për caktimin e detyrë që bën qeveria drejtuar parlamentit. Dhe të kuptohet qeveria ka shumicën. Ka raste ku një person emërohet pa konkurs, por ka edhe raste kur ligji kërkon që emërimi të paraprihet me një konkurs publik. Kjo varet nga dispozitat ligjore që rregullojnë atë funksion specifik. Pra, nuk keni çfarë rrehni gjoks ky ose ai të tre. Jetoni tek do e shohim. Unë do i ri gatitur për çdo ditë. Sedatin nuk do i ri, edhe pse kam thënë se do i ri, nuk do i ri. Sedatin e kemi parë. Si e nusja, që ka qenë martuar me diku tjetër, i vdes burri apo e lën burri, shkojnë ta të tjerë një fshat të afërt ta shohin, kur e hekën dollakën e kuq, po kjo kanë ka baramecave. Vesh që kemi parë. Kur gjë? Dherë ishte zëvendësministri i kulturës, 2 herë u dënuan në përqindje popullata shqiptare në për konkurset letrare, filmike, teatrore, artistike. Nuk mund, s'ka pret ti. Ai nuk mund të arrijë 25% e buxhetit publik. Ja, do zgjidhet nesër. Në shtator duhet dalin emrat e fituesve. Hajde, ndiko. Ke ndorë këtë gjitha, i e ministër, ti vret e pret. Ti vret e pret. Pra të në dhe nuk merëm. Agon Ferati është i ri dhe nëse arrin që të paktën të ambientohet në ministri do ketë sukses.
nuk do ketë gjatë kjo qeveri jetën. Okej, nuk është okej, por unë vazhdoj më tej. Dhe, besoni apo nuk besoni, si doni. Atë që e bëri Bilali nga Tirana, kjo është fenomen. Vërtet është fenomen. Bilal fenomeni. Aq i dukemi ne budallënj të Tetov, aq i dukemi lolës, si thujnë në Shqipëri, sa që ai vërtet mendon se ai e ka filluar hapjen e trases të autostradës të quajtur Tetov-Prizren, Bishivkovic. Vërtet mendon? Allah dhe kot. Pa konkurs, pa budget, pa eksproprim, pa. Çfarë? Ma tërpazllëk. Dhe mendon se e ha njerëzit, po mbase do e ha. Nuk e dihet. Dhe do i kthemi tash, në fillim qeverisë, çfarë pati përplasje politike. Ishin të disa pamje shumë të shkurtra nga klubi i deputetëve dëgjohet zëri kur e përzon Stojilkovicin. Edhe ndërkombëtarët, edhe Mickovski, edhe opozita, edhe shumë të tjerë thonë, tek ta Stojilkovicit ja kanë gjetur vendin e punës. Herën e parë ja gjetën punën, tash ja kanë gjetur vendin e punës. Pra, edhe pse te puna, kur ishte ministër i nacionaliteteve, ai bëri gërdi. Mirë po, si pas informacionit, si ta është tensionuar pasi Stojilkovic ju ofroi deputetëve të opozitës duke i sharë. Kjo shkaktoi reagime të menjëhershme nga deputetët opozitarë, ndërsa atmosfera në sallën e kuventit u bë acaruar. Megjithatë, pavarësisht tensionit, nuk pati asnjë incident fizik për shkak të situatës së krijuar, seanca ndërprej për një pauzë, që dha Afrim Gash. Falni pa. Jam live. Megjithatë, pavarësisht tensionit, pas përfundimit të pauzës, Stojilkovic hyri në klubin e deputetëve, por deputetët e opozitës reaguan duke larguar nga ambienti dhe nuk i lejon që të qëndronte aty. Pra, e dëgjuat se çfarë u zhvillua. Pra, çfarë nuk ka. Dhe reagoi edhe deputeti Riat Shaqiri. Vetëm për arsyeën e njohur, e cila thjesht edhe nga kolegët parafolës paraqiten qëndrimet e tyre, unë kisha dashur edhe një herë nga ju, po edhe nga kryeministri, i cili është propozues i ministrit në fjalë, që ta shqyrton propozimin e tij për personin në fjalë. Me vetë faktin që kësi lloj idiotësh vinë këtu në kuadër të kuvendit dhe ofendojnë dhe mundohen të demonstrojnë dhe të tregojnë forcë këtu, shumë gabim e kanë. Nëse idiot vokfatat. Njerëzit idiot në katër. Ofendojnë këtu, nuk do të lutem kujdes Riat, lutem fjalorin kujdes. Lutem, nëse dikush mendon me atë formë të paraqitet ndaj nesh, shumë gabim e kanë. Absolutikisht nuk e lovi metën se a është mirë as është mirë. Për atë kategoritë njerëzve në reciprocitet do të përgjigjemi. Ashtu si paraqiten, çashtu do të përgjigjemi. Nëse mendojmë në atë formë me neve, shumë gabim e kanë. Se Maqedonia është e vogël. Është e vogël, ne njihemi se kush janë ata njerëz, edhe çka paraqesin ata njerëz. E dim të kaluamën atyre personave. Nëse ata persona, edhe ai person në fjalë nuk kërkon falje, unë jam i mendimit se ne si kolegë deputet këtu në vazhdimsi do të kërkojmë procedurale dhe ta blokojmë foltorën e parlamentit. Po pra. Çdo gjë ka kuptimin derisa kuptimi ka edhe përsinë e vete. Është incident pat edhe në komunën e Tetovës. 14 këshillit të komunës së Tetovës e bën në votim, kush është marrë Kjo përbërje e këtij shqipi është zgjedhur, kush është koga asu. Ka zonë vllajtë. Asu. Përshtatëshë të kështë të fali mirë. Ajo
Kjo nga pjesa e juaj. I keni materialet gjitha. Çfarë problemi është vendosur ti ke pas? Se do ta bëjmë në rëndë. Mendoj që është një çështje për çka rregulla çdo ta bësh. Nuk është sot për të tregu këtu se ka mangësi ajo. E ke pas para praktikisht informuar. Kemi një institucion i komunë, nuk është qendër e kërkimit për shqiptarët, është procedura për kërkesë. Ne me rast një vëllë tjetër e kërkimit për kërkesë, nuk po bëjmë për shqiptarët. Jo, ti duhet një herë të deklarosh se cila është arsyeja që nuk jeni shkruar këtu, nuk i ke respektuar. Ana shpejt Po pra, ishin zënë ka para ku fletë kryetari i Këshillit Komunal dhe u ndërpre seanca që të vazhdohet pak më vonë. Në ndërkohë, këshilltarët e BDI-s pra Akit lëshuan seancën dhe ja cila është deklarata e Behram Recepit, kryetar të degës së BDI-s. Me propozim të këshilltarëve të BDI-s dhe Aleancës për Shqiptarët, sot në seancën e Këshillit të Komunës së Tetovës, kërkohem që propozim vendimi ynë për emërtimin dhe riemërtimin rrugë dhe sheshit të Tetovës të diskutoj si pikë e parë rendit të ditës. Kjo kërkesë nuk u pranua, dhe pse bëj fjalë për çështjen më të rëndësishme për Tetovën dhe qytetarët e saj, një çështje që prek drejt për drejt historinë, identitetin dhe dinjitetin e qytetit.
për hir të së vërtetës dhe për shërin të plot të opinionit publik. Pasi shumica nuk pranon që kjo pikë të diskutohej para, këshilltarët tanë vendosën të bllokonin vazhdimin e seancës, pastaj u thirr një takim koordinues. Dhe pse nuk u pajtua me këtë propozim gjatë koordinimit, vetë udhëheqësia komunale propozoi që kjo pikë të mos diskutohej sot, që seanca të ndërpritej para shqyrtimit të saj të vazhdoj pas mbledhjes së komisionit për emërtimin e rrugëve dhe shesheve, e cila do të mbahet nesër në orën 15, pra të martën. Mirë po, udhëheqësia komunale pa bezë dhe këshilltarët e Vlenit nuk respektuan as edhe propozimin e tyre. Në shenjë revolte ndaj shpërfilljes së kërkesës sonë dhe degradimit të kësaj çështje, këshilltarët e BDI-s dhe Aleancës për Shqiptarë larguan nga seanca e Këshillit. Pushteti aktual e shfuqizoi këtë situatë dhe në mënyrë klandestine vazhdoi seancën duke tërhequr nga rendi i ditës propozimin e ndihmën tonë për emërtimin dhe riemërtimin e rrugëve dhe sheshit të Tetovës. Ky veprim dëshmon se udhëheqësia komunale dhe shumica VMR Vlen nuk kanë pasur asnjëherë vullnet të sinqertë për ta zgjidhur këtë çështje. Qëllimi i tyre ka qenë shmangja e debatit publik dhe largimi i propozimit tonë nga rendi i ditës përmes manovrave procedurale. Vetëm ta shihni se çfarë fytyre bënte grimasa kryetari aktual i komunës. 5 pare nuk jep. 5 pare, as nuk skuqet, as hiç 5 pare nuk jep. Sigur kjo është tallje me mba përgjegjësi. Okej, nuk është okej sepse ai vërtet bën bismillah kur i shet vakëfet. Dhe ka pasur përplasje edhe ndërmjet LSDM-s dhe VMR-s. Filip që tha për ndryshimet e sotshme në qeveri, rikonstruim, Mickoski nuk ka asnjë rezultat. Rikonstruimi është vetëm ndryshim emrash. Ktu kanë të drejtë. Dini pse? Çfarë bëri Azir Aliu? Tetova ka një hamam. Kur një hamam zbëri. Çfarë bën të tjerët? Çfarë bëri ministri i drejtësisë, vetëm që u akmor shqiptarëve se për këtë ligjit të gjuhës në për provimet e korrespondencës? Çfarë bëri? Drejtësia vazhdon të mbetet e nëpërkëmbë. E kështu me radhë. Pra, Mickoski nuk ka rezultate. Kjo është një rindërtim, që është vetëm një zëvendësim emrash një person me një tjetër, nga ky rindërtim qytetarët nuk mund të presin fjalë për fjalë asgjë. Theksoj me deklaratën e sonte për media kryetari i LSDM-s Venko Filipçi. Kurgjë. Nuk është kjo kurgjë në krahasim me atë që pritet të ndodh, dhe do të ndodh diçka shumë interesante. Bilal Kasami do mundohet edhe një herë të shet me bateri low dhe të mbaj opinionin, pa marrë parasysh se ajo për cilën ai flet këtyre ditëve në Tetov, ose për shitjen e dhënien me koncesion partneritetit privat publik të NP Këshari, ose të asaj që quhet tash doli dhe llamosi edhe vetveten familjarisht, historikisht. Kërkun nuk është, mund ka befasu kryetari i bashkisë lokale të fshatit Shivkovic? Ka menduar se ka diçka pozitive në të? Ajo bashkëngjit mashtrimit të ai njerë duhet të tregoj fshatarëve a është bërë ekspropriimi i tokave të Shivkovicasve? A është bërë? Si? Rrugë pa destinacion? Pa u kry përfundimi, vete pranon edhe ministri edhe Bilal Kasami se ende bëhet fizibilitet studimi ku do përputhen tunelet? Si rrugë? Për çka nëse nuk përputhen? Da ndërmi dhe bëjmë prekes stadioni? Çfarë nuk ka, vërtet, shqiptarët kur më ngusht nuk kanë qenë. Ama, fale dhe BDI-s. Edhe pse bëhet fjalë mjaft për kodin ligjor, kodin zgjedhor. Vërtet, unë nuk e di se si do shkohet në zgjedhje pa mos u pastruar jo numri i votuesve, por pa mos u pastruar zonat. Çfarë lipin në zonën nëmër 6, ata të zonës nëmër 5? Çfarë lipin fshatrat e tëra të Kërçovës? Hajde, çfarë lipin fshatrat e tëra të Mavrovrëstushës në zonën nëmër? Hajde shkoni me Dibrën, se me Strugën. Çfarë nuk ka. Pra, edhe pse nga njerë kur i shfaqesh mendimesh këta thonë, ja, ky është, po më kthejnë një kohë mjaft interesante kur kish përplasje PPD, PDSH, po nuk ishe me mendimet sikur që thoshte PDSH, po ishe me PPD. Po nuk ishe me mendimet siç thot PPD, siç thot PDSH, ishe me PPD, pra, kontra, të dy palë asë. Tash e njëjta situatë po na kthehet. Dhe pse PDSH po shkon
ndryshe tash një sistem krejt tjetër të partisë dhe veprimit politik. Partia politike Levica, pra e kam te Levica, po patë edhe një mendim që përputhet parafrasisht me Levicën, kjo është me Levicën. Levica ka reaguar sot ndaj vendimit të Lidhjes Socialdemokrate Maqedonisë të mos marrë pjesë në takimin koordinues të partive opozitare, cilën Levica njoftoi se do të iniciojë me qëllim harmonizimin e një qëndrimi të përbashkët lidhur me ndryshimin e kodit zgjedhor. Nga Levica, sulmon Lëndën duke akuzuar se po refuzon koordinimin e opozitës rreth reformës zgjedhore vetëm për interes vetjak. Partia politike Levica reagoi ndaj vendimit të Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë që të mos marrë pjesë në takimin koordinues të partive opozitare, të cilin Levica e njoftoi se do ta iniciojë me qëllim harmonizimin e një qëndrimi të përbashkët lidhur me ndryshimet në kodin zgjedhor. Nga Levica sulmuan LSDM duke akuzuar se po refuzon koordinimin e opozitës rreth reformës zgjedhore vetëm për interes vetjak. Është veçanërisht simptomatike që partia e cila për vite pretendonte se mbështet një njësi të vetme zgjedhore, sot refuzon madje edhe të ulet në kryes për të biseduar për një reformë të tillë. Nëse ende janë për një njësi të vetme zgjedhore, atëherë çfarë i pengon të marrin pjesë në biseda? Nëse nuk janë më, le të kenë dinjitetin t'ua thonë këtë antarësisë së tyre. Edhe deputeti VMRO-DPMNE-s Bojan Stojanovski akuzoi opozitën se nuk dëshiron kod të ri zgjedhor, por bllokat. Ai tha se pas 4 muajsh negociata, opozita po kërkon sërish debat të ekspertize, shenjë qartë sipas tij se ka marrëveshje mes partive opozitare për të mos pranuar ligjet. Со месеци се преговараше, над 4 месеци, па кога требаше да се поднесе законот се повлекува, сошто директно одиме на тоа дека едноставно опозицијата нема интерес овој закон да биде донесен и да го исполниме последниот бенчмарк кој што го имаме како врска од реформската агенда. Nga LSDM-ja u përgjigjen duke pyetur nëse VMRO-DPMNE është kaq e fortë, pse insiston në votim të pakontrolluar të diasporës. Këta patriot të mëdhenj, me shtetësi bullgare, pasaporte evropiane dhe firma në Bullgari, tani janë të shqetësuar për fatin e tyre, jo për të ardhmen e Maqedonisë, por për përjetësinë e tyre vetjake. Prandaj, duan t'i manipulojnë zgjedhjet e ardhshme për të shtyrë drejtësinë që vjen në mënyrë të pashmangshme. Populli nuk është naiv, gënjeshtra, manipulime dhe grabitje zgjedhore nuk kalojnë më. Dhe vërtet është shumë interesante kjo. Si është e mundur që diaspora, ku përfshirë edhe familjarët e mi, familje ngushtë, të votojnë për kryetar shteti, ndërsa përzgjedhjet lokale të mos kenë të drejtë të votojnë. Kjo është e papame nga diaspora. Kjo është e papame. Stili është në grupit, po përsëritet. Dhe sot unë jam adhurues si flakti Shqipërisë etnike. Dhe kur kam dëgjuar se çfarë flet Edi Rama, kam qeshur. Edi Rama, atë që di, unë e di dhe ai. Shumë mirë e di, a pati përzërje nga kufiri? Shumë mirë e di se ka pasur. Dhe shumë mirë e di se e di edhe unë kush është personi që e kanë kthyer prapa. Një person mjaft i lartë në politikbërinë e shqiptarëve në Maqedoni. Mirë po, për ta heshtur pastaj këtë dhe është dhënë me sinjale, jo me vendim. Dhe normal, kur nuk ka vendim, mund të jemi ndel kush do të. Dhe janë kputur se qeshur, pra, Edi Rama e di kush është, e di edhe unë kush është ai që e kanë kthyer. Por edhe ai e di, këtu është, në Maqedoni është. Pastaj nesrit e shpar atje, në Tiranë, duke pirë kafe më thojza. Dhe diçka tjetër, pse kam qeshur me Edi Raman? Shqipëria do t'u jap pasaport shqiptar në Maqedoni. Kujt i tregon ti të thojnë Gaçka? Kujt i tregon pralla? Kujt? Ai ka hedhur poshtë skenarin dhe arbitraritetin bullgar. Kujt i tregon? Nuk hyn ata se a do bëni vetë o nuk do bëni vetë në të ardhmen. Nuk është kjo politikë Edi Rama. Nuk është kjo politikë ndaj Serbisë, ndaj Maqedonisë, se këta nuk janë në situatë që të vënë veto ty. Shqipëria do vëj veto, mbasi ti nuk do të jesh atë kryeminist. Do bëj veto Maqedonisë. Dhe do jep shqiptarëve nga Maqedonia pasaporta. Si Allahu Zoti që është një. Të jesh i sigurt. Sepse e ka me kushtetut. Një ka. Por, atë më shkruaj mu se Mesut Shabani i lindur në Tetov, vis RMV, është çështje tjetër. Nuk do më shkruaj Shqipëri. Por RMV do më shkruaj Tetov, pa RMV. Atë që di ajo di edhe unë. Por atë që di unë nuk më ka thënë Edi Rama dhe shokët e tij, miqtë e tij. Cilët edhe unë në gishta i kam disa shokë, në gishta. Se pastaj ata ta tregojnë gishtin e mesëm.
ku nuk shkon për shtati. Pra, është mashtrimi i ditës të që thotë Edi Rama se nuk do japin pasaportë shqiptarët, jo, do marrin shqiptarët pa ty, se kushtetuta o garanton. Okej, nuk është okej, por si dhja e keni vërejtër këtyre ditëve në Maqedoni, sepse deri tash shumë çka është fshehur në këtë Maqedoni lidhur me atë se si është situata katastrofale e Maqedonisë tjetër sa i përket krimit, me drogë, me rajo, me dhunime, me vrasje, është fshehur. Dhe çdo gjë ka pasur kurse këtë gjërat e këqija po ndodhin në Tetov, këtë gjërat e këqija po ndodhin në Çajir, këtë gjërat e këqija po ndodhin në Gostivar, këtë gjërat e këqija. Jo. Vetëm se në atë pjesën tjetër andaj natën tash u është sosur Taxhia. Dhe kur soset Taxhia, normal do u bin të gjithë. Nuk është okej, por unë vazhdoj me të. Pra, është vërtet interesante. Kjo që po ndodh në Tetov. Sado që Bilal Kasami mundohet me njerëzit e vet të bëj fora, nuk do ja dalë. Është pastër mashtrim ajo që thotë se kam filluar pa mos u rregulluar. Ky shtet keqamir ka disa ligje që do duhet t'i zbatoj edhe Mickovski, edhe ai antishqiptari më i madh se për këtë mos investimeve Aleksandr Nikolovski. Në Tetov thot, ne në ndërkohë kemi hapur 15-16 rrugë dhe autostrada, ndërsa sa i përket korridorit 8 dhe rrugës Blas Shkup, presim financimet nga bankat ndërkombëtare. A këndej, kada ato nova druga strana ti e pari, pre nga gjithë ato para, taksa pagues jam unë, taksa pagues të mia, të tuat që ndëgjon, por nuk e thon. Pra, çdo gjë është më keq s'ka ku të shkoj. Çdo gjë është më keq s'ka ku të shkoj. Shqiptarët në Maqedoni i ruan vetëm Zoti, askush tjetër. Askush tjetër. Pra, kështu dal nga dal për afromi fundit, ishit në podcastin me Mesut Shabani, Dëgjohemi nesër mbrëma.